Shkëndija e Haraqinës, debutuese në elitën e futbollit të Maqedonisë së Veriut, ka surprizuar në merkaton e verës, pasi ditët e fundit në radhët e veta ka sjellë dy emra të njohur të futbollit. Bëhet fjalë për mbrojtësin nga Shkupi Mevlan Adili dhe mesfushorin Enis Fazlagić. Mbrojtësi shkupian së fundmi ishte pjesë e futbollit kosovar, ku luajti me fanellën e Gjilanit, teksa më herët ka qenë pjesë e Shkëndijës së Tetovës, Bylysit, Vllaznisë, Shkupit, Zalgirisit dhe UTA Aradit. Pas Mevlan Adilit ka sjellë edhe një përforcim tjetër, bëhet fjalë për ish futbollistin e Shkëndijës së Tetovës, 26 vjeçarin Enis Fazlagić, i cili së fundmi ishte pjesë e ekipit Vora në Superligën shqiptare, ndërsa ka luajtur edhe Zhilina, Wisla, Krakov dhe Gornik. Me këto dy futbollistë me përvojë të madhe si në kampionatin vendor ashtu edhe jashtë saj, Shkëndija e Haraqinës pritet të dëshmojë cilësinë e ndeshjet e radhës në kampionatin vendor. Kujtojmë se Shkëndija e Haraqinës në ndeshjen e Xhiros së parë të kampionatit pësoi 3-0 në transfert nga Struga Trimlum, ndërsa në Xhiron e dytë në Çajir do të përballet me Sileksin.